Koha ka ndryshuar. Stina është e jona. Ne sot nuk jemi më një parti. Nuk jemi këtu as për një individ. Nuk jemi këtu për asgjë tjetër, por jemi këtu për ndërgjegjen tonë. Jemi këtu për idealet tona. Ne jemi këtu për ndërgjegjen tonë kombëtare si shqiptar, sepse nuk duhem e nuk pranojmë më kur që Shqipëria të vjedhiset në honet e historisë, të shpopullohet dhe të ecë sigurt drejt shkretimit nga banorët e saj. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kur që për karrigën e krimit të Edi Ramës zgjedhjet tona të shtrohen në opozit. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kur që pasuritë publike, taksat e shqiptarëve të plaçkiten nga një grup qeveritarësh, kurse shqiptarët të zhyten çdo ditë me thellë në varfëri dhe mjerim. Ne jemi këtu si ndërgjegje qytetare, si ndërgjegje njerëzore, se s'mund të pranojmë kur këtë agresion të tmerrshëm kundër familjes shqiptare. Ne jemi këtu si qytetarë të denjë të këtij vendi, se nuk mund të pranojmë kur këtë emër të zi që Edi Rama i ka dhënë Shqipërisë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Prandaj, të dashur qytetarë dhe qytetarë, sonte është thirrja e madhe, është ora jonë të bashkohemi, për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dignitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e trive shqiptarë në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Edhe njëherë ju ftoj të bashkohemi, të vazhdojmë të betejë, të vazhdojmë të rrugë në kilometrin e fundit, në kilometrin e fitores. Rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
bashk te kuvendi narkosit. Shkojmë të gjithë atje.